Një besimtar i vërtet nuk mat suksesin me pasurinë apo lavdinë e botës, por me qetësinë që ndjen në zemër kur është afër Zotit të tij. Ai e di se çdo sukses i vërtet vjen nga përullësia, çdo paqe vjen nga falja dhe çdo bekim vjen nga adhurimi. Jeto me zemër të pastër, puno me qëllime të mira dhe Allahu do ta mbush jetën tënde me dritë, paqe dhe begati që askush s'mund të t'i marrë.